Nëse populli na ka votu, ta luftojmë dhe ta mundim bandën e Mendusaqit dhe si merr Selmanit, nuk na ka votu që bandën e tyre të zëvendësojmë me bandën tonë. Se ti për një punësim ti marrësh njeri 2.000, 3.000 euro, për një shërbetar ti marrësh 1.000 euro, kjo është krim. Populli nuk na ka votu neve që asisim gjakun. Nuk i kemi çu ne ministrat të humben në dokumente tenderimi. Kemi çu ministrat të bëjmë punë. Nuk mundet ministri i BDI-s të mos komunikojë me partinë. Nuk mundet ministri i BDI-s që mbyllet telefonin deputetit, nuk mundet ministri i BDI-s që mbyllet telefonin antarit të Këshillit Qendrore. Se në të kaluarën kur ministrat janë ngrit mbi organet partijake, ato parti janë shkatruar. Pakënaqësie e madhe në parti, asaj pakënaqësie i bashkangjitem edhe unë. Jam shumë i shqetësuar për faktin që BDI-ja mbahet nën presion në rastet e Hagës. Xhevat Ademi nuk del prej BDI-je sepse BDI-ja është edhe pjesë e imja. Do të dash dikush si Musa Xhaferi të ngjajshëm që ne disat mos jemi aty, po për fatin e tyre të keq, ne nuk jemi nga ata që tërhiqen Nikollaj. Më falë, kam respekt ama atij Musa Xhaferit as nënën. Jo vetëm për këtë, për shumë sende.